se çfarë është ndërgjegjësimi sot edhe çfarë është situata sot edhe a jemi në rrezik ende e dëshmon rasti fundi që na ndodhi me këto mesazhet që na erdhën, ku shumë qytetarë ranë prej e këtyre mesazheve, sado që ne kemi bërë publikime, në çdo paraqitje publike kemi bërë thirrje, sado që kemi pas aktivitetet përbashkëta që kemi punu në këtë drejtim, qytetari nuk arrit ta kuptoj as të drejtën e vet të privatësisë, e lëmë rrezikun që mund ta ketë secili individ kur të dhanat e tij mund të keq përdoren dhe si keq përdoren ato dhe çfarë pasoja mund të ketë ky keq përdorim. Prandaj sot më shumë se kur ne kemi bërë thirrje në këtë fushat, e kemi nisë me motën privatësia fillon nga ti. Qëllimi është që ta çojmë mesazhin te qytetari që ne duhet ta dimë të drejtën tonë, por ne edhe duhet të edukohemi, të mësohemi se si të sillemi në internet, e pastaj, dhe çka është shumë e rëndësishme, edhe çka është ajo që na prek të gjithëve është si ta mbrojmë fëmijën tonë në internet. Edhe si vjetë fushatën e kemi orientuar komplet në shkolla, në bashkëpunim me Ministria e Arsimit. Sot në shumicën e shkollave në Kosovë është fol në orën e parë për privatësinë, ne vetë me grupe të ndara kemi dalë në për disa shkolla ka tërë javën që i kemi këto aktivitete në komuna të ndryshme. Dhe ajo që ka pam sot, që unë përdu me nda pikrisht në folhapur, është që nga një gjenerat e klasës së 5, që ende janë me mësusën, gjetëm fëmijë të cilët aq mirë e njohin botën digjitale, aq mirë i din edhe masat e sigurisë, kanë aq shumë njohuri, por ku qëndron problemi është mbikëqyrja nga ana e prindërve, sepse fëmiu në moshën që ka, në klasën e 5 normalisht ai nuk është i vetëdijshëm, mjaftueshëm ta kuptoj rrezikun që mund t'i sjell vetë këto veprime që ata i bëjnë në internet. Prandaj më shumë se kur bëjmë thirrje tek prindërit në kujdesin e fëmijëve të tyre. Kemi shqiptu gjoba edhe këtë vit, domethënë çdo vit kemi shqiptu gjoba ndaj kontrolluesve të cilët kanë bërë shkelje të privatësisë. Është me rëndësi të cekët që këto gjoba janë shqiptuar qoftë nga për institucionet publike, qoftë private, sektorin privat, qoftë edhe për persona fizik të cilët ushtrojnë veprimtari publike, por s'fundin e kemi shqiptuar gjobe edhe ndaj medias dhe çdo kontrollues që e ka obligim mbrojtjen e dhanave dhe përmbajtjes së kritereve të ligjit, normalisht në momentin që kemi ankesë, na gjithherë bëjmë thirrje për ankesë sepse është më lehtë trajtimi dhe më shpejt arrim te qëllimi deri te ndërgjegjësimi, atëherë do të jenë këto vendimet me këto pasoja, qoftë sanksionuese, qoftë detyruese, qoftë shpesh edhe për shkatrim të dhanave kur ato mbahen jo ligjërisht nga një kontrollues i caktuar, por se a ka pas efekt gjoba dhe a ka ndiku në ndërgjegjësim, unë e them me plot përgjegjësi se po. Domethënë në momentin kur ushtrohet e drejta ose thjesht përdoret mekanizmi sanksionues për shkeljen e një të drejtë të njeriu, që në këtë rast është privatësia e individit, normalisht që sektorët tek atëherë ju troket në mendje që duhet i ndërmasin për masat e sigurisë, ti bëjnë ato regulativat e mbrëmshme të përpunimit të dhanave në mënyrë që mos të jenë ata thjesht kontrollues të arshëm që mund të gjobiten ose që mund dikush të ankon ndaj tyre. Ka pas, po kryesisht ka pas në sektor të cilët janë tashmë që investojnë dhe që shesin besim në një farë mënyre. Kur e them shesin besim, dedikohem këtë rast bankave. Domethënë kemi sektor të cilët në qoftë se qytetari nuk ka besim te ata, normalisht që ata edhe mund të shkuan si biznese. Një rast shumë konkret i ditëve të fundit ka të bëjë me arrestimin e 109 personave në komunën Prizrenit për manipulim të votave atje dhe ka pasur ankesat atyre që janë arrestuar, por edhe të familjarëve të tyre që shkelju privatësia atyre me publikimin e jo vetëm fotografive e videove të momentit të arrestimit të Samarës në pyetje nga Policia e Kosovës, por edhe të dhënave të tjera. Dhe tani këtu pra pyetja që shtrohet është pikërisht interesi publikum, besoj absolutisht që ajo për çka këta persona dyshohen, sepse janë vetëm në fazën e dyshimit, është shumë e rëndë, është manipulim i
vullnetit të qytetarëve në të drejtën e tyre elementare të votës dhe është vepër e rënd penale, e sanksionohet me kodin penal dhe në anën tjetër, natyrisht është fakti që ata janë thjesht të dyshuar dhe nuk për momentin pra thjesht janë interesuar dhe shumica prej tyre janë liruar, as nuk janë mbajtur në paraburgim. Besoj që këtu ka për të mbrojtur njerëzit dhe privatësinë e tyre, rol ka natyrisht në këtë rast edhe ata që e kanë kryer aksionin, që është Prokuroria e Kosovës, Policia e Kosovës, pra për të bërë një menaxhim të gjithë procesit mbase në mënyrë më të duhur, më të mirë për të mbrojtur privatësinë e këtyre njerëzve, por gjithsesi sidomos nuk kam asgjë kundër në kuptimin e publikimit të informatave, emrave të atyre që lidhen me deputetët që akuzohen, pra që kanë pasur ndikim në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve nëpërmjet votimit të tyre, derisa deputetët janë figura publike dhe kanë garuar për një post kaq të rëndësishëm për të vendosur mes tjera ashtu për fatin e Kosovës me votimin e tyre në parlament dhe nëse djali i tij ose nipi ose dikush i afërt, atëherë është e pritshme që mediat do të jenë të interesuara dhe do ta vënë interesin publik në këtë rast para ruajtjes së privatësisë së familjarëve, le të themi të deputetit. Përndryshe, natyrisht në shumicën e rasteve besoj që duhet të triumfoj ideja e ruajtjes së privatësisë së njerëzve, ajo që ka të bëjë me pritjen e vendimeve të gjykatës para se dikush pra të ekspozohet në mënyrë të tillë në publik dhe mbi të gjitha thirrja jonë e vazhdueshme dhe ajo çfarë bëjmë si asociacioni gazetarëve është bashkëpunimi me media për të ruajtur edhe për të pasur kujdes sidomos tek kategori më të cënuara që janë fëmijët. Shqetësimi kryesor gjithmonë lidhet me ekspozimin e fëmijëve, ndonjëherë bëhet në mënyrë të pavetëdijshme, të pakujdesshme, ndonjëherë ekspozimi i fëmijëve bëhet edhe në përpjekje për të ndihmuar për një kauzë më të mirë, por gjithmonë është e rëndësishme që të merret konsenti ose pëlqimin, faleminderit, i prindërve dhe ose i kujdestarit të një fëmije të tillë. Për shembull, dje një fëmijë ka rënë një lum, me njëherë është vënë fotografia e tij dhe njëherë është thënë pra që ka shpëtuar, është gjetur dhe pastaj pas një kohe është raportuar se është gjetur i vdekur. Dhe natyrisht që kjo mund të shokojë një pjesë të audiencës dhe pastaj i përket audiencës që ti mbaj përgjegjëse mediat për ato se si i ekspozojnë sidomos fëmijët. Do të rrit e ka një farë deri kemi pas afër 23 që kanë pas të ndëmdim mbrana 2-3 javë. Do thotë me punu me prind, sepse do thotë është diçka jashtë mësoj që me të vërtetë na po bëjmë si tritun. Tash tash agjencia ka kjo është besoj që natyrisht nuk edhe ligjërohet ndaj jashtë, pra sta me përvojë për të ndarë për të i shkruajmë atje jashtë në secilin event. Besoj që secila duhet patjetër për ta keq përdorur në të ardhmen, madje ka edhe organizata merr pjesë në një event të tillë. Faleminderit. Kosovës, gazetarët dhe ishta mund të lëvizë pjesa që bënet pyetje në lidhje me po. Më falë që po marrë edhe një herë fjalën.